dhe përshëndetje miq të Partizani Channel, drejt për drejt tu në Arena e Demave, luhet sot ndeshja më e zjarrtë e kësaj fundjave, sfida e 9 veçarëve përballë kemi skuadrën Koçare, që sot na ka marrë mjaft pikë duke filluar me 13 veçarët, na ka ndaluar 1-1 këtu në shtëpi. E më pas 17 veçarë një takim emocionues, dramatik, një sfidë që u mbyll me rezultatin 3-3. Një sfidë që kishte mundësi ta ndiqni live në Partizani Channel. Plot 6 gola dhuroi sfida e 17 veçarë. Shpresojmë që skuadra e 19 veçarëve të mbyllim këtë të shtunë me fitore. Pasi ditën e nesër kemi edhe skuadra të tjera duke filluar nga 18 veçarët, 15 veçarët, 14 veçarët, pasi 15 veçarët presim në përfundim të rezultatit në Lushe, aty tek fusha e Plugut zhvillohet sfida e javës 6, pra ndërsa jemi në Arenën e Demave, këtu luhet java e 8, ndërsa Partizani ka një takim më pak, 3 pikë më pak se Skënderbeu i vendit parë, ndaj edhe kjo sfidë merr të tjera vlera, të tjera emocione. Partizani do të bëjë gjithçka për të arritur tek fitoria dhe për të shkuar deri në fund të rivalitetit që ka qenë prej më shumë se 3 sezonesh me Skënderbeut, ku në garë ka qenë debyti, por këtë sezon kemi krijuar, le të themi, një distancë e vogël me skuadrën Pasqodë, e cila në këto momente ndodhet në vendin 7 me 7 pikë, ndërsa Partizani pas 7 javësh ka 5 fitore dhe një humbje, pra siç thash Partizani ka një ndeshje më pak, takimi përballë Bylisit, humbja vjetme në shtëpi ndaj Dinamos, një takim që kishte mundësi ta ndiqni live në Partizani Channel, një humbje le të themi shokuese, nuk kishim parë prej shumë kohësh humbje në shtëpi, por futbolli ky është ndaj dhe do fajtojmë me të gjitha rezultatet. Ndërsa skuadra bën gati të dalin në fushën e lojës, unë gjej rastin t'ju njoh me formacionet e dy skuadrave, duke filluar si gjithmonë me skuadrën mike, e cila sot Osman Llari ka hedhur këtë 11. Në portë kemi Demir Shan, pastaj me numër 5 Nasto, me numër 9 Shkëmbi, me numër 10 Begaj, me numër 24 Mitre, me numër 27 Latifi, me numër 32 Laze, me numër 38 Grezda, me numër 44 Akpa, me numër 77 Koçari dhe me numër 88 Çukunire. Pra të dy skuadrat vinë me nga 2 lojtarë për secilën në shqetësi të ndryshme. Për Partizani Jata, ndërsa Skënderbeu Çukuire nigerian edhe Akpa është nigerian. Skuadra jon pra drejtuar nga Fation Mohamedi dhe asistuar nga Bekteshi vjen me këtë 11 veçare. Në port kemi me numër 31 Zadeja, pastaj me numër 4 Nela, me numër 5 Misja, me numër 7 Gjeta, me numër 9 Qokthi, me numër 10 Hidri, me numër 17 Nako, me numër 19 Saliu, me numër 20 Qamili, me numër 27 Diallo dhe me numër 88 Jata. E teksa flisim për sa i përket lojtarëve me nënshëtësi të ndryshme, pra Jata, i cili vjen nga Gambia, në 6 takime ka shënuar një gol në derbi, një gol mjaft të bukur, një gol që kishim mundësi ta ndiqni live, pra me plot emocione, ndërsa Diallo, i pozicionuar në qendër mbrojtjes, ka zhvilluar 4 takime, por ka shënuar 2 gola, edhe pse një qendër mbrojtjes. Bëhen gati pra skuadrat të cilat dalin në fushën e vlerë. Ky takim do drejtohet nga kryesori Dishani, asistuar nga Muzhaçi dhe Zogu. Shpresojmë dhe urojmë një rezultat pozitiv për skuadrën e drejtuar nga Fation Mohamedi, trajneri i cili solli titull kampion tek gruposh 17 veçar pas një periudhe të gjatë, gjithashtu fituesi Kupës Shqipërisë për këtë grup moshë 17 veçare, pra shpresojmë të përsërisë të njëjtë sukses edhe me skuadrën e 9 veçare. Vërtet këtu sfidat janë mjaft emocionuese, pasi ky kompeticion ka një rëndësi të veçantë, bëhet fjalë edhe për turneun European Youth League, aty ku fituesja e kampionatit pra shpërblehet jo vetëm me çmimin edhe nga federata, por edhe një pjesëmarrje në Europë. Ndaj dhe Partizani Channel
e të gjithë dashamirësit dhe drejtues të akademisë do bëjnë maksimum ta suportojmë skuadrën tonë drejt këtij suksesi që do ishte vërtet mjaft i rëndësishëm historik edhe që do i hapte rrugën të tjera sukseseve. E ndërsa mi gati unë gjej rastin të rrugëtoj një herë rezultate arritura në ditën e sotme, pra teksa kemi filluar me një barazim ndaj Skënderbeut për gruposhën e 13 vjeçarëve. Një barazim 1-1 në shtëpi në orë të parë të mëngjesit. Më pas 17 vjeçarët 3-3. Ndërsa presim një informacion nga fusha e plugut të KF-Lushjes, aty ku Lushja dhe Partizani i drejtuar nga Ermal Serjani, skuadra e 15 vjeçarëve, e cila sot kishte të tyrim një fitoren, si në orë në vazhdim, në minuta vazhdim, do t'ju njoh dhe me informacionet për sa i përket takimit të 15 vjeçarëve. Bëhet gati të startojë sfida, pra me topin e parë që do luhet nga skuadra jonë, e cila pozicionohet pra në krahun e djathtë të ekranit me uniforma tradicionale të kuqe, ndërsa Skënderbeu në të majtë me uniformat udhëtuese pra të bardha. Niset takimi me Partizanin që kërkon një top të gjatë për Hysaliun. Është Akpan. Top në thellësi, ku kërkohet Laze. Dhe skuadra Korçare do të thënë ka vërtet cilësi dhe kualitet në skuadër, ku pjesë e skuadrës së Skënderbeut, numri 9, lojtari kombëtarës Shkëmbi, pra Flavio Shkëmbi, i cili këtë sezon ka startuar me të dyja grup moshat, ka dhënë kontribut edhe tek 17 vjeçarët, por edhe tek 9 vjeçarët, duke qenë gjithmonë i gatshëm për të dyja formacionet, por gjithashtu dhe kontributin e tij e ka dhënë edhe tek kombëtarja në takimet e zhvilluara gjatë eliminatorëve të kësaj grup moshe për kombëtaren e Kuqezi. Pra, një skuadër e cila ka rivalizuar në këto 2 sezone, pasi një pjesë e grupit ka qëndruar gjithmonë duke ju kujtuar Gjition Bega, i cili para 2 sezone është pjesë e Partizanit, por në 2 sezone fundit ka dhënë një kontribut mjaft të mirë edhe për Skënderbeun. Pra, një njohje mjaft të vjetër, Mitre, Nasto, por gjithashtu edhe Laze, ndërsa skuadra jonë absolutisht edhe skuadra jonë ka shumë elemente që tashmë me përforcime të bëra është akoma më e kompletuar dhe shpresojmë urojmë shumë që kjo skuadër pas kaq sezonesh, kjo grup moshë të paktën, pasi skuadrat ndryshojnë, lojtarët kalojnë sipas grup mosha, por kjo grup moshë të shpërblehet pas një periudhe të gjatë. Më do të jetë ta del fitues e sfëshoj skuadrës së Skënderbeut, pra ishte Çukuire. Edhe njerë Mitre, një top në thellësi, kërkohet Laze. Nela. The Might. Shkoni mjaft mirë Nako, provon nisi Hysaliun, kupton gjithçka. Mbrojtësi i Skënderbeut. Edhe njerë skuadra Korçare nga krahu i majt nuk arrin dot. Ndërsa në një reveni anësore që i përket Partizanit ndërsa në orën 20:30 skuadra A, pra skuadra e parë, skuadra e drejtuar nga Veselinovic, ka një përballje mjaft të nxehtë në fushën e Loro Boricit përballë Vllaznis. Skuadra do synoj mbrojtjen e kryesimit, jemi në vendin e parë dhe
Shpresoj shumë që të dalë me një rezultat pozitiv pra të mbyllim një fundjavë të këndshme, ashtu siç kemi bërë në këto 7-8 javë të para. Partizani 19:30 ju kërkojmë ndjesë pasi orari 19:30 është Skënderbeu që provon me Shkëmbin me forcë, arrin ta mbajë, ndërhyn mjaft mirë Hidri, duke rekuperuar tashmë është Qokthi. Edhe një herë provon Hidri, Ysaliu, nuk i ndahet Çkuire. Lëvizje e mirë në mes të fushës Akpam. Por e ndërson edhe një herë tek Gjamili. Kërkohet gjithmonë në balancë një top pas shpine për Nakun dhe Ysaliun të gatshëm gjithmonë për të rrezikuar. Ysaliu është autori 4 golave në këtë start, i cili bashkë me Shurin për Skënderbeun pozicionon në top listën e golshënuesve. Edhe një Demircan Nasto Schmidt ndjes një cross i gjatë, kërkohet Shkëmbi, ndërhyn për një moment Qamili, Shkëmbi mundohet ta rikthejë në fushë, por e ndërzon në rrjedhën e fundore. Një informacion për sa i përket ndeshjeve të Akademisë Partizani, skuadra e 16 vjeçarëve e ka pushim këtë fundjavë dhe e përgatitet për ndeshjen e radhës. Skuadra e drejtuar nga Algert Hurda ruan kryesimin në vendin e parë, e ka nisur mjaft mirë kampionatin skuadra jonë. Shpresojmë edhe ajo që të bëjë maksimum për të shkojmë këtë mundësi në krahun e djathtë. Provon Gjeta një cross në qendër, largohet për një moment, hyn Partizani. Do të vazhdojmë me shpejtësi. Jata, Qokthi, Karbeni Ancore, përket sërish skuadrës tonë, ndërhyu për një moment Koçari. Pranë topit shkon Qamili, që do të hedh një top në zonën e rëndësisë. Ysaliu, Hidri, Jata, Hidri sërish, edhe një herë Qokthi, i rrethuar nga 2 lojtarë të Skënderbeut. Dohet Qamili, arrin ta mbajë mjaft mirë, kot ky kombinim mes Qamili dhe Ysaliu, por nuk arrihet gjithsesi. I bën kujdes me kundërshtim shpejt i skuadrës koçare. Provon aty Grezda. Ndërhyrje saktë Nelës e gjyqtari i takimit që kërkon saktë vendos të këshilloj lojtarin e Grezda pas atij reagimi. Është vetëm starti i takimit dhe nuk duhet të ndizet sfida e të tilla episode. Le të shkojmë këtë sprint të shpejt të Qokthit, i cili ka pranë numrin 2. Edhe një Qokthi arrin fitoj këtë goditje këndi me shumë zgjuarësi Nebi Qokthi. Shkon Kristi Gjeta. Çfarë do sjell kjo goditje
Këndi, Gjeta. Cross i qendër. Është më parë më saktë largohet me forcë nga mbrojtja, por rikthehet në këmbët e Gjetës. Shmëron Nako preferon ta kaloj prapa tek Zadeja. Lëvizje mirë e portierit ton. Tashmë është Hidri. Sërish Nakon krijon hapësira. Godet vetë ky top që shkon në fytyrën e Hysaliu dhe më pas me qetësi Demircan. Partizani Jata. Pra duhet të rishikojmë një herë pasi ndryshimet e bëra nga sajti i FSHF-s Federatës së Futbollit, pra. Me numër 2 është Mitre, jo me numër 32 ka një ndryshim në momentin e fundit ne duhet të ndryshojmë pra Mitre me numër 2, ndërsa Koçari me numër 9 dhe jo me numër 77, gjithashtu dhe Shkëmbi me numër 18. Të ndryshimet e bëra në momentet e fundit. Shpresojmë që skemi të tilla ndryshime pasi vërtet për të ardhur keq. Se bën ndryshimet në momentin e fundit gjithsesi. Shpresoj që gjërat të përmirësohen në vazhdim bën dhe më të lehta për komentin ton e për të gjithë ato që duan të shikojnë talimin e këtyre djemve. Edhe një herë, provo, Begaj. Latifi. Koçari. Top në zonë, shkon në finansore. Fundore ndjes, preka e fundit është e Koçarit, shkon në fundore për Zadejen, i cili luan thjesht shpejt për djalon. Nela. Edhe njërë, Zadeja. Kërkëtën Nelës të majtë, Qamili. Kërkohet këto për Jatën. Alin Jata të fitoj këtë financore në mesin e fushës. Ndërsa të gatshëm për skuadrën tonë kemi portierin Çuka, pastaj Kaja, Pëllumbi, Shehu, Manjani, Renga, Bashari dhe Fangaj. Ekpam. Çukulire. Të majtë provon skuadra Korçare. I top qendër për Koçarin mbyllet për një moment. Latifi. Asto ishte pranë tashmë Shqokthi. Shkoni një top i hapur në krahun e djathtë, mund provoi Gjeta. Shumë pranë Partizani mundua të Gjeta të ruaj kundërshtarin Demircan, arriti ta godasë në një farë mënyrë, por pa arritur të gjejë kuadratin. Në minutën 13 provon Partizani të rrezikojë pas këtij aksioni një top i hapur mjaft mirë. Tugunire. Byllë Diallo. Edhe një më forcë. Është Korçari. Arrin Partizani të rekuperojë dhe madje mund provoj një kundërshtim të shpejt, por mbyllet kuptohet se ky pasim për Hysaliu që në çdo top të prekur është i rrethuar nga dy lojtarë. Gjeta. Shkon një mundësi e mirë Hysaliu, por nuk
nuk vlen ky aksion i skuadrës tonë, ka një flamur të ngritur. Partizani i cili vjen me 5 fitore dhe vetëm një humbje, ndërsa Skënderbeu 6 fitore, 1 humbje. Dy skuadrat nuk e njohin parazimin. Skënderbeu vjen pas fitores 3-1 ndaj Laçit, ndërsa Partizani vjen pas fitores në transfer ndaj Teutës, dhe ajo rezultoi një sfidë të çmendur me skuadrën tonë që përmbysi takimin në 10 minutat e fundit. Qamili. Edhe njerë provohet spostimi i lojës në krahun e djathtë, kupton gjithçka. Skuadra e Skënderbeut mundohet ky top për shkëmbin. Edhe njerë tashmë është skuadra jonë që provon nga krahu i djathtë. Gjeta. Takazi, Deryn Akpam. Akpam duke larguar një rrezik të sigurt në top tokat që përshkoi drejtoi drejt Hysaliut, e tashmë duhet bëj diçka më shumë jeta. Djalo ndjes pasi ka praktisur dhe pozicionet e tij. Kidri. Qamili. Kapsira. Provon Qamili shikoi një korridor, është Hysaliu, po shikoni Saprani që ndron Mitra e Hysaliut. Latifi. Tashmë është Nela. Qamili. Kidri. Sërish për Qamilin. Ka një ndërhyrje ndaj Qamilit, vërsohet me faull saktë drejt kjo ndërhyrje. Ky vendim më saktë i gjyqtarit të takimit shumë pranë Tishani. Por fatmirësisht asgjë serioze për Qamili, i cili ngrihet dhe Partizani që do të ekzekutojë këtë goditje të lirë është Nela, i cili e ka marrë përsipër. Kërkohet skuadra të spostohet në gjysmë fushën e Skënderbeut. Një tjetër top i fort për të kontrolluar për Qokthin, i cili e dorëzon në rrëvien fundore. Temirshan për Akpam. Mitra. Shkëmbë me forcë, kërkohet shkëmbi i cili është postuar në të djathtë tashmë. Edhe një herë, Latifi. Çukunire. Në të majtë në zonë rreptësisë. Taj Skënderbeut i ke goditje që shkon rrezikshëm në goditje këndi. Ishte një tentativ grezës fatkeqe edhe tjelli, por dhe uniforma e Skënderbeut bën shumë të vështirë. Latifi shkon pranë kësaj goditje këndore për të ekzekutuar. Top në qendër, rrezikshëm, largohet nga Nela. Edhe një rrezikon Skënderbeu. Duhet të tregon të kujdesshëm në këtë goditje standarde. Çukunire e kalon prapa tek Demirshan. E 18 minutë po luhet sfida, është parapartë në çdo aspekt, në rezultat, por edhe në lojë të dy skuadrat mundohen të rrezikojnë disi, por më shumë tregon të kujdesshme. Të gjitha pasimet ka një kujdes të lartë, shkon në Skënderbeu, mund provojë, është Mitra në krahun e djathtë, shkon Hidri, cross që shkon në drejtë, në shtyllën e dytë vjen kjo goditje më njëhershme, bllokohet nga mbrojtja, mund provojë sërish Skënderbeu. Mundohet në një farë mënyrë të largojë
Partizani, por loja që do të vazhdoj, Skënderbeu që këmbgul dhe kjo goditje fort shkon në dy kohë në përshësisë dhe arrin ta mbledh tashmë. Por më parë duhet ndihma mjekësore për njërin për lojtarët e skuadrës tonë, i cili ka mbetur i shtrirë dëmtuar gjatë një luftimi. Përpara këtij momenti Skënderbeu nuk pranoi të ndjek fair play duke dorëzuar topin rëvendësor, por vazhdoi takimin duke këmbgulur për të shënuar dhe golin e avantazhit. Golin e parë të këtij takimi, që po i drejtohemi minutës 20 dhe sfida vazhdon të jetë 0-0. Partizani i vendit dytë me 15 pikë, ndërsa Skënderbeu i vendit të parë me 18 pikë, por një takim më shumë skuadra koçare, e cila sot do të ishte e kënaqur dhe me një barazim duke e frenuar disi, duke mbajtur diferencën, por Partizani duhet bëjë maksimum pasi duhet shfrytëzojmë dhe shtëpinë tonë pra arenën Demave. Është stadiumi i cili ka një përqindje të lartë fitoreve. Në sezon i njohim vetëm 2 humbje. Ajo e 9 vjeçarëve dhe 8 vjeçarë, përkatësisht ndaj Dinamos 0-2 dhe 0-1. Të gjitha rostat e tjera janë pozitive, vetëm 3 barazime dhe pjesa tjetër janë fitore të pastra. Sot fatkeqësisht skuadra shtatëvjeçare bëri gjithçka për të arritur fitore, por nuk mundi në atë barazim 3-3 ndaj Koçarëve të 17 vjeçarët të Koçës. Zadeja duhet të dalë dhe bën mirë në vështirësi paksa, por arrin Zadeja ta mbledh të top në duar dhe ta nisë për Nelën. Skënderbeu, Çukunire, Lavon dhe Begaj, sot lojën të majtë tashmë, Laze, njërë këmgull skuadra koçare i gjatë ky sulm, kalohet brapa Akpam. Nasto, Latifi, Mitre, një cross i devijuar, mundohet për një moment Partizani ishte hidri. Saliu, Jeta, provon një top të shpejt, por nuk arrin Partizani ta çojë deri në fund këtë kundërshtim të shpejt. Çamili thjesht mjaft mirë me kokë tek portieri Zadeja, i cili ndërhyn duke mbledhur topin në duar, ka pranë Dialon. Edhe një Nela, Çamili, Qoksi, sërish për Çamilin. Saliu mjaft mirë, kërkohet sërish Saliu, provoj Qoksi të nisë, por më i fortë s'është duhet, si duhet ishte një vështrim nga krau djathtë aty ku Kristi Gjeta kërkoi me çdo mënyrë të top për të shfrytzuar hapësirat dhe për të rrezikuar. Një zbritje shpejt e skuadrës së Skënderbeut, një portierin dhe në hyrja e Nelës vendimtar në këto momente. E rrezikshme kjo zbritje, ky kundërshtim i shpejt.
nisjes që kërkon dhe krijon hapësira duke rrezikuar, por mbyllet me këtë faull, ndërhyn një faull taktik për të ndaluar atë hov të misin i cili po krijonte shumë hapësira dhe po depërtonte drejt zonës, drejt hapësirës së skuadrës së Koçare. Tashmë Kristi Gjeta bëhet gati të ekzekutojë këtë goditje dënimi. Kemi një cross drejt zonës së reptësisë, edhe pse jo të shumë shtatlartët mund provoj Diallo dhe Jata, por gjithashtu dhe Nela është vërtet luftarak në luftën e ajër. Provon Qokthi, ky top i dorëzuar me lehtësisht. Shikoni, ka gabuar portieri Demirshan, edhe pse vendimi i gjyqtarit për goditje këndi, prekja ishte jashtë shëvijës së zonës së rreptësisë, pra të paktën nga ky kënd duke një goditje dënimi dhe një ndëshkim për portierin i cili rrezikoi në atë dalje duke munduar ta mbajë brenda vijë, por rrezikoi shumë gjësi. Goditja këndi niset shpejt. Ja, një mundësi shënon Partizani, vjen dhe goli në këtë mënyrë, ka shënuar. E me sa shikojmë është Jata 1-0, minuta 26 të takimit. Me shumë mundësi prekja e fundit ishte Jata, një top mjaft i bukur i Kristi Gjetës. Dhe në fund Partizani zhbllokon sfidën, tregoti saktë një krosim që zuri në befasim mbrojtjen e Skënderbeut dhe 1-0, mjaft mirë. Jata pra, i cili ka rezultuar mjaft pozitiv në këto takimet të rëndësishme, sidomos ndaj derbi, por gjithashtu në këtë takim bëhet fjalë për vendin e parë, bëhet fjalë për Skënderbeun, një kundërshtar, një rival i njohur, një skuadër me shumë cilësi. Jata, një prekje lehtë sa për të nxjerrur, le themi, jashtë koordinimit portierin Demirshan, i cili nuk arrit dot të bëj asgjë nga ai moment, por gjithashtu dhe një hapësirë e madhe tek mbrojtja e Skënderbeut. Shikoni, ndeshkohet edhe pse kërkon të falur, kondjes Kristi Gjeta, por nuk fal gjyqtari i takimit Dishan, i cili e ndeshkon me karton të verdh. Edhe një herë provon Skënderbeu në të majt. Shikoni, një mundësi, duhet të bëjmë kujdes, largohet. Tashmë është Nako, provon për Qokthin, kupton gjithçka. Skënderbeu është në mitre. Latifi ka pranelën. Mundohet Latifi. Shikoni, vjen dhe Saliu. Një cross që shkon rrezikshëm në zonë, por i gatshëm portieri Zadeja. Një me 0 pra, Jata. Babukali Jata, 8 vjeçari nga Gambia, ka shënuar dhe golin e dytë personal me fanellë kuqe në këto 7 javë kampionat. Du bëjmë kujdes, shikoni hapësira dhe goditja që devijohet, shkon në këndore. Provoi Gjetjon Begaj. Korçari. Tjetër cross në zonë, duhet thjesht një koordinim, një bashkëpunim i saktë. Nela dhe Zadeja. Numri 4. Nela për Qamilin. Shikojmë Qamilin, tregoj pak poshtë pozicionit, por
pozitive në aspektin sportiv deri në këto momente nga të dyja skuadrat. Tregojnë shumë grind. Kjo duket qartë edhe në mënyrën se si kërkojnë ta rikuperojnë topin, por edhe si të nisën përpara dyja skuadrat. Edhe një herë kthen prapa topin në Akpam. Çukunire në dëmajt. Jata, mund provoj, shikoni kapësira, provon vetë gjithmonë numri e goditja. Ndërhyn Demirëshan nuk kishte forcën, e krijoi hapësirën, e krijoi mundësinë për të goditur Jata, por kjo goditje shumë e lehtë për Demirëshan, i cili ndërhyu duke shmangur dhe golin e dytë. Gjithsesi vlerësohet edhe kjo këmbgulje e Jatës, i cili kërkoi ta çojë deri në fund atë iniciativë personale. Sërish ndërhyn mjaft mirë Jata. Nako për hys Salliun duhet dalja e portierit Demirëshan për të shmangur një tjetër rrezik. Është minuta 31 e takimit dhe Partizani është në avantazh të një goli, ka shënuar pra Babakari Jata. Por do të thënë që skuadra jonë pas edhe golit zhvillon një takim të mirë, një takim pozitiv. Duke kërkuar dhe golin e dytë, duke provuar, duke tentuar. Ishte Jata që provoi para pak çastës, por gjithashtu dhe Salliu kërkoi të zënë befasi mbrojtjen e Skënderbeut. Ishte Laza i cili fitoi këtë goditje këndi, numri 32. Latifi shkon pranë topit. Shikojmë këtë top kërkua Shkëmbi, largohet me forcë nga Diallo në rrjedhën anësore. Grezda pra Latifin. Shkojmë prapa tek Çukunire. Shkëmbi. Një cross i rrezikshëm. Shqamili që fiton metra, krijon një mundësi për Partizanin, nuk arrin qofti gjë në kontrakohë. Rrjedhën anësore për këtë skuadrës tonë. 33 minutë. Ersi Qamili. Hys Salliu. Qamili, Hys Salliu, gjendur në tokë, nuk ka mundur të mbaj nën kontroll të top. Tashmë është Çukunire. Jata. Një duel mes Çukunires dhe Jatës, numrave 88. Koçari, goditja. Tjetër ndërhyrje vendimtare mbrojtës tonë duke shmangur një rrezik të sigurt. Kjo e djathtë, potente, numrit 9. Shtet e rrezikshme. Ky top që shkon drejtën e goditje këndi. Aty ku Latifi vetë gati ekzekutoi në qendër, largohet për një moment nga qofti, mundohet ta largojë dhe Salliu tashmë provon Hidri. Qëndron përpara skuadra e Skënderbeut, e cila ndodhet pothuajse e tëra në gjithfushën e skuadrës sonë. Ka faul sipas Dermishit Dishanit
Faull për Skënderbeun. Është riveni anësore. Dhe pse u pretenduar për një faull, prekja e fundit është lojtari të Partizanit. Ishte Hidri, tashmë është Jata. Shupran Shtari vendos që duhet vazhdojë me Qamilin që rikuperon, por nuk arrin dot top që mori trajtore të çuditshme. Niset shpejt Skënderbeu. Minuta 35. Begaj. Poston lojën atë majt. Kohë shkëm të cross. Ndërhyj mjaft mirë. Mitre. Akbam. Çukunire. Ushtron pressing Partizani duke detyruar Skënderbeun ta kthejë topin prapa tek portieri Demisha. Nasto. Tashmë është Mitre. I detyruar ta kaloj prapa. Çukunire. Akbam. Do të marrë tek Shkëmbi. Ndjes Latifi dhe Grezda. Spostohet mjaft bukur tek Mitre. Lëviz mirë Mitre, afrohet zonës rrëpsisë Koçari, një top i shpejt kërkohet Shkëmbi, largohet me forcë nga Diallo. Një ndërhyrje vendimtare e Diallo, por ky sulmi i Skënderbeut që vazhdon dhe njëherë këmbgulja e gjatë. Edhe një herë të djathtë Mitre do të bëjë kujdes në këto momente, shikoni një ndërhyrje e ndëshkueshme. Një ndërhyrje të themi nga ana taktike vendimtare e Qamilit, por duhet bën kujdes pasi një tjetër ndërhyrje do rrezikoj shumë Qamili. Në 37 minutë ka akoma shumë lojë ndërsa Mitre po rrezikon për disa minutash nga krahu i djathtë. Tregohet shumë i rrezikshëm me deportimet e tij në zonën e Partizanit. Është Latifi që bëhet gati të ekzekutojë këtë. Goditënimi ka pranë Tion Begën, por me shumë mundësi do provohet një top në zonë rreptësisë, aty ku 5 uniforma të bardha, të paktën në këtë moment, afrohet pra dhe Akbam, duke bërë 6 numrin. Një cross i rrezikshëm, largohet për një moment të shkelmohet me forcë. E tashmë i duhet një sforco gjetës i cili kërkon të mbështetje nga pjesa tjetër e skuadrës për ta çuar deri në fund këtë pressing. Tjetër ndërhyrje duhet bën kujdes. Ishte Hidri, cili ndërhyj ndaj Latifit. Niset shpejt. Mitre. Nasto. Spostohet loja tashmë në të majt. Akbam. Ka ndërhyrje të parregullt ndaj Grezdës, me sa duket. Niset shpejt kjo goditje, dënimi me Skënderbeun që provon në këtë mënyrë është numri 2, Mitre. Do të Shkëmbi ka të vështirë, madje rrezikon Shkëmbi. Pasi në pjesën prapa të vijës fundore rrezikon një dëmtim të mundshëm, por fatmirësisht numri 18
arrin të ruaj ekuilibrin në një hapësirë të ngushtë, tashmë është skuadra jonë që duhet pse jo të provojmë të rrezikojmë. Shënojmë një tjetër gol në këtë pjesë të parë, do ishte fantastike për të shkuar në dhomat e zhveshjeve të qetë. Gjokthi. Kohë të lutohet për Hysaliun që më shumë kujdeset për të fituar këtë goditje këndi. Një përsin lart i skuadrës tonë për shikoni një top i gjatë. Do të bëjmë kujdes. Edhe kjo goditje shumë larg kuadratit. Kuadrati të portës së mbrojtur nga Zadeja. E 40 minutë po mbyllet. Partizani është në avantazhin e golit të shënuar pra nga Jata pas një asistimi, një krosim mjaft të bukur të Kristi Gjetës. Jata një të prekur të lehtë e dërgoi topin në rrjet, një gol shumë i rëndësishëm. Në këto momente Partizani shkon në kuotën e 18 pikëve dhe vendoset në vendin e parë. Pra, renditja aktuale, live, duke marrë parasysh rezultatin e momentit, por duhet të thënë që Partizani ka dhe një takim më pak të përballë Bylisit. E shikojmë me Gjokthin, hedh një cross të shpejt, ka një pretendim për një top të prekur me dorë, por shumë pranë gjyqtari Dishani vendos vetëm një goditje këndi. Kon Gjeta. Ndërsa Gjeta bëhet gati të ekzekutojë këtë goditje këndi. Se jo mund provojmë një tjetër skem, një tjetër moment të rrezikshëm. Shikojmë çfarë do sjell. Nëse Partizani do të arrijë shënuar të dytën, një gol, një cross në shtyllën e dytë ndërhyn Demirshan. Ndërhyrje saktë vendimtare e portierit të Skënderbeut. Emër me qëtësi Leon Misja, i cili ka pranë vetëm Nakon dhe Gjetën. Thjesht për Gjetën. E ka sërish Misja, por rivënia nuk është kryer si duhet, ndaj do përsëritet dhe do të ndrojë duar. Tashmë i përket Skënderbeut. Çukunire. Tjetër top të majtë vjen që ndërhyrje saktë e Dialos, i cili arrit fitoi të rivënia fundore. Pretendon për diçka Korçari, por nuk ka asgjë shumë pranë. Ndërhyrja ishte saktë. I kemi parë shpeshherë Dialon vendimtar në këto sparkata, në këto ndërhyrje. Çasteve të fundit epike. Xhamili. Nela. Tashmë e dorëzojmë tek Skënderbeu, i cili provon Apkam. Çukunire. Begaj për Çukuniren Arkvan, tashmë provon të nisë shpejt, por vjen Çukunire, i cili spostoi lojën në të djathtë. Mitre. Latifi, Begaj, Shkëmbi, kombinime të sakta. Të dëm kujdes, shikoni Akpam dhe kjo goditje që bllokohet nga një periutar të skuadrës tonë, tashmë Çukunire i detyruar ta kaloj prapa tek Demirshan.
Shkon dhe Kristi Gjeta, i cili nuk heziton, ka parkuar shumë, do të Gjeta t'i vendos gjithmonë në vështirësi, mbrojtësit edhe portierin e skuadrës kundërshtare, Qokthi, Gjeta, ka një faull nga skuadrës Partizanit, skuadrës tonë, e cila tashmë po i drejtohet pushimit të pjesës parë me këtë gol, me këtë avantazh të rëndësishëm. Është minuta e 45. Jeta zhbllokoi sfidën për skuadrën tonë. Minuta e 26. Qokthi. Mundohet Qokthi, i gjendur mes dy lojtarëve të Skënderbeut, mundohet shumë, por do të bëj kujdes. Një faull ndaj Begaj. Çukunire, do të majt. Provon një herë Skënderbeu të rregoti rrezikshëm. Aty ku Leon Misja dhe Hidri duhet në maksimumin të ndalin këtë sulm të skuadrës koçare. Tashmë ku jemi drejt mos më sa kemi hyrë në minutën e parë shtesë. Ky top dorëzohet dhe nuk ka më kohë sipas gjyqtarit kryesor Dishani. Mbyll kjo pjesë e parë me rezultatin 1-0. E goli shënuar nga Jata në minutën e 6 mban avantazh skuadrën tonë që ka një detyrë jo të lehtë, por jo të pamundur në pjesë dytë të mbajmë avantazhin, të sigurojmë 3 pikët e radhës në këtë javë të tetë. Duke i rikuptuar qëndroni me ne pas një pushimi të shkurtër, fillojmë në pjesën e dytë të takimit Partizani Skënderbeu.
miqtë, Partizani Qëndër i kthejmë në pjesën e dytë të takimit të Partizani Skënderbeu për grup moshën e 9 vjeçarëve. Pjesa e parë është mbyllur në avantazhin e skuadrës tonë, një gol i shënuar nga Jata, por edhe duhet të vlerësohet asistimi i bërë nga Kristi Gjeta, kapiteni i skuadrës numri 7, i cili gjithmonë me grintën, dëshirën dhe këmbgulin e tij kon mbaj kundërshtar gjithmonë në tension. Tashmë është Skënderbeu. Që fiton këtë faul, goditje të lirë. Niset shpejt. Çukunire. Dërin mjaft mirë. 29. Gjeta. Provon Saliu dhe bën mjaft mirë, ka arritur të fitojë këtë goditje këndi. Franci Saliu. Është kryer edhe zëvendësimi gjatë pushimit pjesës së parë. Kemi në fushën e lojës Manjanin, i cili ka marrë vendin e Nakos. Numër 29 pra. Ardit Manjani. Por para të shkojmë me këtë goditje këndi. Një cross i Qamili në shtyllën e parë, duhet ta largojë dhe goditja nuk ka rezultuar e rrezikshme. Kjo goditje provojmë sa duket të Misja. E tashmë është Akpam. Me forcë në krahun e djathtë, diku shkëmbi. Tashmë është Çokthi. Provon Gjeta, Lukarin. Çukunire. Latifi. Provon ta spostoj lojën në krahun e djathtë tek numri 18 shkëmbi. Çokthi provon Jatën, edhe një herë Çokthi vjen për ta rekuperuar. Dërinde Manjani. Është sërish skuadra jo në topin në qarkullim. Në kontroll. Hys Saliu. Futet nga qendra. Shikoni një mundësi e mirë, Manjani. Një top për Hys Saliu në zonë, goditja bllokohet nga mbrojtja. Shkon në riveni anësore. Do të merrin diçka më shumë nga ky aksion, gjithsesi Partizani provon të jetë të mësaktë edhe hapin e parë në këtë pjesë të dytë, të tregohet ajo rrezikshme për të shënuar dhe golin e dytë, një gol që mund të jetë rezultojë dhe një gol i qetësisë. Misja nuk ka asgjë shumë pranë në gjyqtari anësore, vlerëson të rregullt të ndërhyra ndaj Misjes, i cili pretendoi diçka pas atij dy luftimi me njërin prej mbrojtësve të Skënderbeut. Nasto. Akpam, sërish për Naston. I rikthen Nikarianit Akpam. Tashmë provoi dhe Laze. Lukarin është Partizani që mund të përfitojë. Hys Saliu nuk e merr siç duhet edhe e dorëzon në riveni anësore. Diku Latifi. Shpejt. Edhe një herë Grezda. Është trajtuar kjo rivenensore që përket të skuadrës sonë. Hys Saliu, Hidri. Një lojë në zonat të ngushta, provon Hidri të krijojë hapësira ndërhyn në Akpam në momentin e fundit. Teksa Hidri po i drejtohej zonës së rreptësisë. Akpam me shkelmon me forcë. Misja. Manjani, Hidri. Rikthehet sërish në të njëjtën pozicion kjo riveni anësore, po i përket Skënderbeu tashmë e 50 minutë. Partizani 1. Skënderbeu 0. Jata zhvilloi sfidën në minutën e 26.
Ju kujtoj që rezultatet e javës e kësaj fundjavë, të ditës së shtunë, ka një lajm të mirë, të paktën në aspektin e rezultatit, por jo dhe aq të mirë për sa i përket realitetit të futbollit shqiptar. Takimi i 15 vjeçarëve mes Lushes dhe Partizanit është mbyllur me fitoren e skuadrës tonë në tavolinë, pra gjithsesi ne presim zyrtarizimin nga sajti i VSHF-s, por të paktën burimi është i saktë brenda përcjelljes të skuadrës tonë. Skuadra e Lushnjarës nuk ka arritur të mbajë takimin dhe ndaj Partizani ka marrë një fitore në tavolinë. Skuadra e drejtuar nga Ermar Serjani tashmë provon Skënderbeu. Është Latifi. Provon Latifi. Nuk ka asgjë shumë pranë gjyqtari, niset Partizani. Është Hidri i cili pretendon se kjo ndërhyrje është e rregullt, por ka goditje dënimi për Skënderbeun. Ishte kjo ndërhyrje ndaj Çukunirës, nigerianit me numër 88. Niset shpejt Latifi, sërish të majt Akpam. Akpam ka ngacmimin e gjetës. Lëvizje e mirë e Grezdës. Edhe njëherë numër 38 Grezda. Çukunire. Begaj. Shkëmbi. Ndohet Shkëmbi arrin të fitojë këtë revini anësore. Prekja fundit është e Qokthit. Nesto. Akpam. Laze. Begaj. Çukunire. Është Skënderbeu që prej disa minutash le të themi mundohet të krijojë, por Partizani është vendosur mjaft mirë dhe ushtron dhe pressing duke për të vështirë Skënderbeut të gjejë hapësira dhe të pasojë le të themi lehtësisht në ato zonat rrezikshme. Nela, mjaft mirë. Shtyn skuadrën përpara. Gjeta mund provoj Gjokthi, por aksioni që vazhdon me Gjetën tashmë është Jata, i cili ka topin nën kontroll. Jata shikon në krahun e majt të Qamilin, një top që drejtohet Saliut, diçka e rregullt për gjyqtarin Dishani shumë pranë. Skënderbeu që provon nga krahu i djathtë mbyll gjithçka me shumë saktësi. Qamili. Saliu. Majani. I top kërkua Gjeta. Rikthehet dhe Qokthi. Edhe një herë Jata. Arin Jata me shumë zgjerësi të fitojë këtë goditje dënimi. Pranë topit është Kristi Gjeta. Fanella të kuqe qëndron pranë zonës së rreptësisë, por Gjeta preferon Leon Micjen, i cili bën mjaft mirë pasi arrin të fitojë këtë goditje këndi. I ardhur në ndihmë të sulmit numri 5. Kaluar plot 10 minuta nga kjo pjesë e dytë dhe Partizani do të ruaj ekuilibrat
të rrezikojë, disi porta të kujdeset. Cross në shtyllë e dytë. Diallo. Nela. Nela gjithmonë në përshësi e dorëzon Nela, shikoni. Duhet me kujdes, Leon Misi është në qendër i vetëm. Një sulm i gjatë dhe kjo ndërhyrje e momentit të fundit. Latifi. Laze. Ka ngacmimin e Saliut, i cili nuk i ndahet, por do të bëj kujdes, shikoni Laze, i cili arrin të fitojë këtë goditje këndi. Shkon Latifi. Pothuajse në të gjitha këndoret dhe goditjet e dënimit numër 27. Rrezikshëm tjetër devim. Latifi janë djalin nga Kosova. Edhe një herë tjetër cross tashmë në shtyllën e dytë, ku vetëm Çukunire shoqëron, mundohet ta mbaj, por nuk ka arritur dot në prit të tetë. Partizani që e merr me qetësi. Magnani. Nuk arrin skuadra jonë të ngrihet, të organizohet. Është Skënderbeu që mund provoj. Shkoni Kresta, Akpam, në përshësi e kalon tek Nasto, cili mundohet ta hedhë, shkoni një faul, një ndërhyrje dukshëm e pasaktë ndaj Diallos, ishte Korçari, i cili vendos se gjithçka është e rregullt, por dhe Dishani shumë pranë vendos në faul. Ka zënësi në radhë skuadrës Korçare, shikojmë Shurin, autori 4 golave për skuadrën e Skënderbeut, futën e fushën lojës, i cili ka marrë vendin e Latifit. Gjokthi. Këtë si për Manjani, për Hysaliu ndjes. Është Hysaliu, arrin ta mbaj. E shikojmë çfarë si ky aksion i mirë. Gjokthi ka një pretendim, një kontakt, por loja që do të vazhdoj me Krezën, i cili kërkon të niset, por mbyllet me faul. Shkaktuar faul Leon Misja. Janë 2 kartona të verdhë për skuadrën tonë, Gjeta dhe Qamili. Përsa për skuadrën e Skënderbeut është Ervin Ensor ndjes Ervin Ensor për Partizanin, ndërsa për Skënderbeu nuk ka ndërshkime. Shkoni Gjeta, nuk arritot të depërtoj, përvoj me se dy lojtar. Ka hezituar pak në vendim gjyqtari, por tashmë ka vendosur fal edhe asistentit Mushaqi për goditje dënimi për skuadrën tonë. Një pozicion favorshëm për të provuar pse jo dhe portën, por edhe në shtyllën e dytë ku shtatlarët e skuadrës tonë kanë presuar gjithmonë shumë të rrezikshëm. Por shikojmë është Jeta, largohet Jeta, Qamili dhe Gjeta. Edhe Qamili është një ekzekutues perfekt. Le të shikojmë çfarë do sjellë kjo goditje dënimi. Kristi Gjeta dhe Ersi Qamili pranë topit.
Ky lojtar në mur qofti qëndron para murit, Qamili ekzekuton një cross i mirë, topi që vazhdon të qëndrojë në një zonë ku mund të provohet goditet, por ka një ndërprerje, një flamur të ngritur, por edhe një lojtar të dëmtuar. Do duhet ndërhyrje e shpejt e mjeku të skuadrës sonë për t'i marrë në ndihmë njërit prej lojtarëve të Partizanit, i cili mbeti i dëmtuar gjatë atij luftimi ajror. Minuta e 60 është mbyllur, tashmë jemi në minutën 61. Partizani 1, Skënderbeu 0. Java e 8, Partizani ka një takim më pak, por tashmë jemi në vendin e parë në kodën e 18 pikëve, po ajsa Skënderbeu, e cila me 8 ndeshje ka 6 fitore dhe një humbje. Kjo do të jetë humbja e dytë, nëse ky do të jetë rezultati përfundimtar, ndërsa Partizani në 7 ndeshje, 6 fitore dhe vetëm një humbje, ajo ndaj Dinamos para 2 javësh. Skuadra jonë me një golavrazhe 14 të shënuar, 5 të psuar, vazhdon tradita e nënveçarëve. Është shoqëruar gjithmonë është kthyer në tradit, pra mos psimi i golave, por edhe sulmi mirë. Edhe pse Skënderbeu ka shënuar një gol më shumë, por Partizani ka psuar 2 më pak. Me 4 gola, me 5 gola ndjes të psuar, Partizani është një skuadër vërtet e vështirë për të për të shënuar gol, por gjithashtu kanë gjirin e saj lojtar vërtet mjaft cilësor. Duhet të themi që në stol kemi të paktën të gatshëm, mund ta themi Erald Renga, i cili u shpall gëshinuesi i sezonit që lan pas, pra i grupmoshës 17 vjeçarëve për kampionatin, por gjithashtu edhe në trofeun e kupës Renga, i cili arriti të shënojë plot 19 gola dhe 3 në kupën e Shqipërisë. Pra në total 22 gola. Ne shkojmë të goditje këndi për skuadrën e Skënderbeut. Cross në qendër të zonës, goditet në një farë mënyre dhe top që shkon shumë lart traut të portierit të Zadeja. Por gjithashtu dhe Ysaliu, edhe i njohës i mirë i portës në këtë sezon. Ysaliu ka shënuar 4 gola në 6 ndeshje. Kjo është ndeshja e 7, shpresojmë që të sot Franci të arrijë të gjejë rrugën e jetës. Por gjithashtu në sezonin që lan pas, Ysaliu arriti të shënojë plot 12 gola, duke u pozicionuar në vendin e dytë për golshënuesit dhe 2 gola në Kupën e Shqipërisë, plot 14 gola në total. Nasto Arin Manjani që dojë më saktë pasim, por nuk arrin dot të rikuperojë këtë top që largohet me forcë nga portieri Demircan. Erdhë drokitit e shokut të skuadrës Manjani për këtë këmbgulje, për këtë pressing të gjatë. Ndërsa në ditën e nesme do zhvillohen dhe 2 takimet e radhës, pra për grupmoshën 18 vjeçarëve Partizani e Gnatja, ndërsa për 14 vjeçarët Laçi për shkrim të mundësi, Qokti shkojnë shumë pranë golit Partizani, por në momentet e fundit nuk arrin dot të ketë kontrollin e plot të topit Nebi Qokti. Lojtar shumë aktiv në këtë sezonit të start, sa ka shënuar 2 gola. Jeta, Leon Misja, shikoni Misja arrin ta mbajë edhe në zonë të cross që më largohet siç duhet, mbetet në zonë
Do të misja, por e vjen nga pozicioni jashtë lojës. Nuk vlen kjo këmbgulje e Leon Misjes. Skënderbeu, Laze. Issa futur numër 8, ndërhyn në Hidri. Jeta. Mjaft mirë ky kombinim në momentet e fundit. Nuk arriti gjeta gjithsesi Skënderbeu në vështirësi, largon një zonë ku Yssalliu i duhet një sforzo për të rikuperuar së gjithë top, nuk arrin dot ta mbajë dhe numri 32. Laze, financiore tashmë që i përket skuadrës sonë, por i shkojmë zëvendësimin rreth të skuadrës korçare. Fusha lojës pra Mitre dhe vendi e tij e merr Sora me numër 17. 7 minuta 67 e takimit. Mundohet Skënderbeu të ndryshimet e bëra të ndryshojë diçka në lojën, por deri në këtë moment Partizani është përgjigjur mjaft mirë. Madje bëhet gati për një tjetër zëvendësim. Shikojmë Rengën sapo e prezantuam dhe Era Drengën që mban edhe numrin 46 vitin e themelimit të klubit të Partizanit, pra 1926, një simbolik kjo edhe për të treguar dhe dashurinë, pasionin për këtë klub. Renga, Qokthi, Hidri. Është Hidri, mund provoj vetë, krijon hapësira Hidri, preferon asistimin ky top që shkon për Rengën, por ndërhyn mbrojtja e Skënderbeut tashmë është për të Demirshan. Pra skuadra 14 vjeçarëve nesër zhvillon takimin në transfert në Laçit, ndërsa skuadra e 18 vjeçarëve do pres në shtëpi skuadrën e Ignatias, pra një takim që keni mundësi ta ndiqni live në Partizani Channel. Por sot duhet ta mbyllim me këtë fitore, me patjetër për të konkretizuar, për të mbyllur këtë ditë me 2 barazime dhe një fitore të 15 vjeçare, por dhe kjo fitore do ishte fantastike për vlerat e kësaj grup moshe dhe këtij takimi ku përballë kemi një rival të drejtë për drejtë në luftën për titullin kampion, pra Skënderbeun. Edhe një herë Diallo në vështirësi mundohet ta mbaj, por nuk arrin të zonë goditje këndi. Diallo. Emdi Diallo, ky është takimi i pest për Diallo. Ka shuar 2 gola. Kryet një tjetër zëvendësim. Shkojmë në fushën lojës, kemi Ganezin Anderson, jashtë fushë Korçari. Anderson, i cili mban numrin 37, lojtari me origjinë nga Ghana. Anderson i sapo futur të lërgjurëm, por prekja e fundit me sa duket është ati financiori përket Partizanit. Shtatëdhjetë minutë luhet këtu në Arena Demave. Partizani vazhdon të mbajë me shumë fanatizëm këtë avantazh të gol shënuar nga Jeta. Edhe një herë provon Qokthi që është të spostuar. Pra
në qendrës së mesfushës duke krijuar një lidhje mes boshtit pra Renga, Jata dhe Saliu edhe një Laze. Shtu pressing Renga e detyron Akpam të dërgoj topin tek portieri Demircan, edhe një Akpam. Sërish Demircan. Nasto. Forcë, të dhësi kërkohet Anderson, arrin ta mbaj. Gjithmonë Anderson. Lëvizje mirë në qendër, rrezikshëm. Shikoni kjo goditje. Do të bëjmë kujdes tjetër goditje të portës së Partizanit, këtë top që shkon në rivendje fundore. Qëtësi tashmë Zadeja. Përse javë në arshme Partizani do të bëjë në transfer të ndaj Laçit, një takim i programuar të luhet në 3 nëntor, pra Laçi Partizani. Gjithashtu dhe për grup moshën e 7 vjeçarëve dhe 13 vjeçarëve, ky është një sistem, një kalendar i njëjtë për të 3 grup moshat, përveç skuadrave debutuese që vin nga kategoria e parë, pra pjesa tjetër e kalendarit janë po të njëjtët përballje. Anderson. Shkëmbi. Dhe një provon Skënderbeu. Në zonë rëptësisë, Anderson kjo goditje largohet nga Diallo. Laze. Grezda. Edhe një Laze. Një të mira të Koçarëve, duhet bëjmë kujdes në zonë në Grezda. Shikoni kjo goditje, grushtohet nga Zadeja që në dy kohë mbledh topin edhe i jep qëtësi skuadrës, provoi numri 88 Çukunire, por nuk arriti. Është minuta 73, ka akoma shumë lojë, ndaj duhet të vazhdojmë pak më lart duke mos e lejuar kundërshtarin të vijë kaq shpesh edhe kaq rrezikshëm në zonën e Partizanit. Sot u zhvillua dhe java e 8 për 13 vjeçarët dhe 17 vjeçarët që mbyllën të dyja nga një barazim. 13 vjeçarët mbyllën rezultatin 1-1. Bilmani shënoi për skuadrën tonë, ndërsa 17 vjeçarët takim mbaroi me rezultatin 3-3. Ishte Hyka, Zekaj dhe Vjari. Saktë Vjari hapi sfidën i pari, Hyka shënoi golin e dytë, ndërsa Zekaj nga pika e 11 metrë shënoi golin e tretë, ishte goli i avantazhit që fatkeqësisht nuk u mbrojt ky rezultat, nuk arrin në ndjem tan ta mbajnë të rezultat. Do të thënë që skuadra 17 vjeçare zhvilloi një super takim në aspektin sulmues, por duhet bëjmë pak më shumë kujdes në episodet pasi në 2-3 mundësi që ju dhanë Skënderbeu t'i shfrytëzoj maksimalisht me shumë pak forca, por rrezikoi dhe shënoi plot 3 gola dhe një skuadër e cila udhëheq kampionatin me 22 pikë, me 7 fitore dhe 1 barazim, asnjë humbje. Por shkem të bëj fasiti Çoktit, i cili provon, por nuk arrin ta kontrollojë siç duhet. Çokti i cili mban dëshirën e kapitenit pas daljes nga fusha e lojës të gjetës. Laze. Greza. Mirënisja. Jata.
gjatë. Kombinime të mira mes të Jatës dhe Rengës. Shikoni Manjani më provoi, vjen ndërhyrje saktë e Nastos. Misja me forcë, tashmë është Hidri. Lëvizje e bukur e Hidrit. Provon skuadra jonë me kombinime të shpejta të sakta, por në momentin e fundit nuk arrin dot. Ka qenë më gjatë aksion të bukur, kombinime mes Hidrit dhe Rengës. Financore që përket Skënderbeut, më pak se 15 minuta lojë nga përfundimi i këtij takimi. Një takim mjaft i rëndësishëm për skuadrën tonë, skuadrën e drejtuar nga Fatjo Muhameti. E në rast se ky do ishte rezultati përfundimtar, Partizani do mbaj kryesimin me një takim më pak edhe me pikë të barabarta me Skënderbeun. Ka akoma shumë lojë ndaj duhet një sforcë nga të gjithë në çdo pozicion për të korrur këtë sukses të rëndësishëm. Një tak ndërhyrje e parregullt, vjen dhe kartoni i parë i verdh. Për skuadrën korçare. Dukshëm kjo tak me kohë proteston, se duket ishte Begaj, një ish njohje e vjetër këtu në Akademinë e Partizanit, Qitjan Begaj, shkon një top për Saliun, dalje shpejt e portierit Demirshan, vendimtare, do të thënë. Pasi ai top shkon rrezikshëm drejt zonës së rreptësisë. Bëhet gati për një tjetër zëvendësim skuadra e Skënderbeut. Del nga fusha e lojës numri 38 Grezda. Dhe vjen atje e merr Opong, 7 vjeçari nga Ghana. Edhe një Partizan, Hysaliu, nuk arrin dot ta kontrollojë. E mban me forcë lojtari Skënderbeut, tashmë Shkëmbi, që provon të nisë një top të shpejtë, edhe një Shkëmbi nga Revenia Storës është postuar të majtë, aty është dhe Laze. Anderson. Sora. Njëherë Skënderbeu provon të krijojë aksion nga krahu i gjatë, ky top duhet dalja e Zadejës, vendimtare e saktë kjo ndërhyrje e portierit Zadeja. Darius, 17 vjeçari, cili registron ishin e 4 me fanellën e Partizanit në këtë sezon të ri futbollistik. Ekpam. Laze. Duhet Renga, nuk arrin dot. Edhe njërë Skënderbeu ka hapësira. Duhet bëjmë kujdes, shikoni. Është skuadra korçare që provon. Edhe njërë Anderson krijon hapësirë, goditja ndërhyjet nga Diallo, rrezikshme ajo e majtë e Anderson. Në 10 minutë Partizani 1, Skënderbeu 0, por Skënderbeu që nga minuta në minutë po tregohet më i rrezikshëm, më kërkues, më i qartë, ndërsa Partizani duhet japë diçka më shumë në këto minuta të mbetura. Edhe pse kemi hyrë në një fazë vërtet delikate ku dikojnë të gjitha faktorët, është edhe
lodhja por dhe presioni për mos ta humbur këtë takim. Shpresojmë që skuadra jon mos të ndikohet të paktën nga ky faktori i dytë, pra nga presioni për mos ta humbur, pasi është një skuadër e cila themi kanë përbërje lojtar që kanë zhvilluar pothuajse 2 sezone me këtë grup mosh. Jo vetëm Qoksi, por gjithashtu edhe Misja. Për të shkojmë shumë pranë, kjo goditje shkon në zonë shtyhet dytë, largohet me forcë, niset Qoksi, ka një faull teksa Qoksi provoi një kundërsulm të shpejtë, u ndërpre në mënyrë të parregullt, madje edhe karton të verdhë në këto momente. Sa duket është Opongo. I cili për një ndërhyrje taktike më shumë, duke parë dhe daljen shpejt të skuadrës tonë. Renga, Manjani e provon zonën, mundohet ta largoj, shkon ka hapësira, mund provoj dhe Qoksi, por nuk kanë do të ta pasoj, ta shikoj në momentin e duhur Qoksin, i cili ndodhi lirë në krahun e majt. Shikoni çfarë ndërhyrje. Dhe kjo është ajo çfarë duhet të shikoni në këto momente nga skuadra jonë. Gjak dëshirë, shpirt gare, por duhet të bëjmë kujdes. Shikoni momentin e fundit. Hyn Renga. 82 minutë. Partizani 1, Skënderbeu 0, ka grint dhe nga skuadra jonë tashmë që le themi duhet ishte më agresive prej minutash, por më mirë tashmë ku është vërtet shumë e nevojshme. Me këto minuta të mbetura nuk duhet të lejojmë Skënderbeun të afrohet në zonë. Ka arritur të fitoj këtë goditje këndit, edhe pse mundua ta mbaj shumë Qoksi, pretendon për diçka. Hezituan faktikisht dhe gjyqtarët e takimit për të pritur dhe trajektorin e topit. Goditje këndi për Skënderbeun, që tashmë drejtohet me shumë fanell të bardhë në zonën rreptësisë, është ky top të shtynë në parë. Opongo godet me të parën në shumë lart e kuadratit. Ka frymarrje për skuadrën tonë. Pas këtyre momenteve të një pas njësh të Skënderbeut që provoi për të rrezikuar, por tashmë është Zadeja, i cili e merr me shumë qetësi. Ja minutat e nxehta. Jemi në javën e 8, jemi në fazën e parë, po drejtohemi fazës e dytë, duhet ta mbyllim me sukses, me fitore, me vazhdimsi. Opongo. Jata, hyn mirë, vjen në ndim tashmë dhe Manjani. Por ka një konfuzion të pasime, mungesë saktësie. Kjo është edhe për shkak të presionit, dëshirës për të larguar çdo top, por duhet bëjmë kujdes pasi shikoni një mundësi, një rrezik. Anderson, loja që të vazhdoj, një rëmuj dhe vjen dhe kjo ndërhyrje saktë. Anderson, Opongo, shikoni çfarë loja në një zonë shumë të ngushtë. Edhe Skënderbeu që tregohet agresiv, po dhe Partizani deri në këtë moment po tregohet i gatshëm, edhe pse po jep shumë fushë, duhet për disa minuta shëndosën fushën e Partizanit, ose më saktë në atë 20 metrat e fundit, por mbyllet fatmirësisht me këtë rivendje fundore. Ky aksion i skuadrës së Skënderbeut, ky aksion i gjatë i inskenuar nga Opongo dhe Anderson. Zadeja e shkelur me forcë. Në pjesën tjetër të fushës, aty ku Akpam pret daljen e portierit Demirshan, i cili me zgjuarsi rifut topin në zonën e tij për të nisur skuadrën. Nasto në të djathtë. Anderson. Tashmë është skuadra jonë që duhet bëjë diçka, duhet provoj Manjani. Nela me top të gjatë në thellësi. Qoksi, shikoni,
mund provojmë ne tashmë të rrezikojmë. Edhe një herë, Qokthi duhet ky crossim, por nuk ka forcë. Është edhe ajo s'ka përmenda pak më parë, bie në syr dhe lodhja. Shkoni ndërhyrje vetimtare e Diallos. Çukonire, Opong. Nela. Qokthi. Mirë, mund provoj tashmë Renga, goditja me njershme. Kërkoj befasin. Ishte Manjani ndje se kërkoj befasin duke parë dhe vendosën e portierit Demirshan. Por nuk arri do të befasoj numër 29 Manjani. Skënderbeu tashmë që provon nga krau i djathtë. Ervin Ansori përket skuadrës tonë 86 minutë. Partizani vazhdon të ruaj avantazhin e golit të shënuar nga Jata në minutën e 26. Është Bashari, i cili është futur në fushën e lojës. Shikojmë vendin e cilit ka marrë numri 66 Bashari. Është Manjani, i cili ka lënë fushën. Lazer. Dëryn Qokthi. Vjen kjo goditje nga Anderson. Shikoni këtë top që merr një traktore dhe një drejtim të çuditshëm, por me qetësi Zadeja, i cili jep pak kohë vetes për të luajtur dhe për të fituar disa sekonda. Edhe një Skënderbeu që ka marrë iniciativën. Opong, lëvizje e mirë, Opong krijon hapësira për Shkëmbin, i cili nuk arrit dot ta kontrollojë. Një tjetër top i larguar në Ervin Ansore që ndron përpara, nxiton skuadra korçare. 88 minutë. Vjen kjo goditje lehtë, edhe pse shikoni Diallo vendos përpara trupin në shtrihet në një spërkat, duke sakrifikuar gjithçka për të ndaluar atë goditje, edhe pse goditja nuk ishte fortë. Qëllimi dhe dëshira e Diallos ishte maksimale për të ndërprerë atë goditje. Sadeja me forcë kërkohet Renga. Hyn Bashari. Edhe një herë Partizani. Do të Saliu, vjen dhe Bashari në ndihmë. Por ka një faul ndaj Çukunirës. I ka shumë aktiv në radhë skuadrës së Korçare, ku do ndodhur numri 88. Isha Skënderbeu Sora. Shuri. Këmgull skuadra Korçare në këto minuta. Kemi hyrë në minutat e fundit, dhe më saktë luan minutat ekstrema, aty ku Partizani do të bëjë maksimumin për të mbrojtur këtë rezultat, këtë fitore. Kaq të rëndësishme. Shikoni, kemi mundësi për të rrezikuar, mund të provojmë. Nuk arrin dot Qokthi, pastaj siç duhet për Hysaliun. E tashmë edhe një herë provon Skënderbeu, që ka arritur të fitojë të Ervin Ansore dhe provon të spostohet gjithë skuadrën në zonën e Partizanit. E 90 minutë po luhet në Arenën Dema, java e 8. Partizani është avantazh. Skuadra Skënderbeut është ajo që provon, ka marrë iniciativën prej disa minutash, kërkon dhe golin e parazimit, por skuadra jonë është përgjigjur mjaft mirë. Largohet me forcë në gjysmën e fushës, aty ku është vetëm Apkam dhe Nasto. Edhe një herë afrohet pjesa tjetër e skuadrës së Partizanit
për të mos i dhënë më hapësira Skënderbeut në këto sekondat e mbetur. Do shkojmë te kohë shtesë, por më parë duhet bëjmë kujdes, shikoni, Partizani duhet përfitojë nga këto topa, nga këto aksione, nga këto gabime të skuadrës korçare. Edhe një herë ndërhyn Djalo, shikoni Qokti, mjaft mirë Qokti, por vjen kjo ndërhyrje e vlerësuar e rregullt sipas gjyqtarit kryesor. Renga rekuperon nisë Partizanin Jata. Shikoni me një shpejtësi në krahun e djathtë është Bashari, por e shiqëron deri në fund edhe Renga. Tashmë është Jata, duhet të provoj, ka një të majtë potente. Si bën mjaft mirë tek Qokti. Qokti që ka pranë hidrin, kjo goditje shkon në goditje këndi pasi topi është devijuar dhe Partizani ka hyrë në fazën më të rëndësishme të ndeshjes në kohën shtesë, duke mbajtur skuadrën korçare në zonën rreptësisë. Nuk kemi arritur të marrim një sinjalizim nga gjyqtari për sa i përket kohës shtesë, por duhet të përgatitem të paktën të qëndrojmë brenda 5 minutave. E para u mbyll sapo ka hyrë minuta e dytë shtesë. Partizani qëndron përpara, ka mundësinë e kësaj goditje këndi. Shikojmë Salliu dhe Qokti. Heziton si hidri. Vjen kjo spërkat në kohën nesë, do të bëjmë kujdes, shikoni. Një top fatmirësisht i dhënë gabimisht nga skuadra e Skënderbeut. I jep qetësi Partizani që tashmë duhet të pritet pak takimi për t'jarë në ndihmë dhe Hidrit, i cili ka mbetur i tentuar gjatë asaj spërkate. Ndeshkohet me karton të verdhë, njëri prej drejtuesve të pankinës, me shumë mundësi është Osmallari, i cili ka protestuar për vendimin e gjyqtarit takimit, pra Dishani. Kemi parë diçka shumë të rrezikshme. Spërkata e Hidrit ishte më se e pastër, i tentua topi, dhe si lojë që vazhdon me Naston, që nisë skuadrën përpara. Në fushë ka hyrë dhe Xhito, i cili ka marrë vendin e Lazës. Skënderbeu në të djathtë një mundësi e rrezikshme, mbyllet nga mbrojtja jonë, mbyllet me sukses. E tashmë që do të bëjmë të pamundurën ta largojmë në gjysmëfushën e skuadrës së Skënderbeut, pasi kemi hyrë në minutën e 4 shtesë. Ka një flamur të ngritur, nuk vlen ky aksion i skuadrës së Skënderbeut. E merr me qetësi Zadeja. Këshillohet nga Dishani, por vërtet kohën e marrë nga Zadeja. Është më së normale. Gjithsesi, le të shikojmë nëse do jetë kjo minuta e fundit. Por më parë do të bëhet edhe një tjetër zonësim. Shikojmë Fanga i gatshëm për të hyrë në fushën e lojës, ndërsa bëhet gati të dalë Salliu. Pra hyn në fushën e lojës numri 77 Fangaj. Riyad Fangaj, pra, i cili ka marrë vendin e Salliut. Jemi në minutën e 5 shtesë. Pangaj. Do ta mbaj mjaft mirë.
fundit sipas shtarit asistentit të parë, Shaqi është njëri prej lojtarëve të skuadrës së Partizanit. E ndërson sërish skuadra koçare. Duket se edhe skuadra mike është e pajtuar këtë rustat. Aktualmente shikojmë edhe një Partizan që tregon zgjuarsi duke mbajtur gjithmonë në një cep pushës shumë pranë flamurit të këndit, duke mërzitur paksa kundërshtarët dhe duke fituar kohën e nevojshme për të mbyllur këtë takim me sukses. Akoma sekonda për gjyqtarin. Sipas gjyqtarit Dishani, është minuta e 6. Nuk kam kohë mbyllë këtu takimi i javës 8 me fitoren e skuadrës tonë. Me gol shënuar nga Jata, 1-0 që në minutën e 26, shumë e mundimshme për Partizanin, por një fitore sakrifice, një fitore skuadre. Një bravo për çunat që mbyllën sot me fitore. Një takim kaq të rëndësishëm përballë Skënderbeut. Nesër kemi takimin e radhës përballë Gnatës për grup moshën e 18 vjeçarëve. Unë juftoj që të qëndroni me programacionin e Partizani Channel, shihemi dhe dëgjoni në transmetime tjera. Ju faleminderit.